السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të nderuar, ne do të vazhdojmë me ngjarjen e tatarëve, historia përsëritet prej paraqitjes së tatarëve deri te Ain el-Jalut. Ne cekëm ligjëratën e kaluar që e mbajtëm se si ka ndodhit e tatarëve dhe si kanë ardhur. Dhe cekëm se ne do të shohim që thamë që do të paraqitëm 4 fenomene të çuditshme gjatë kësaj periudhe. Dhe ne cekëm rastin e tatarëve të cilët morën një territor të gjatë derisa u paraqitën çka? U ndeshën me një fist të cilët u kanë quajtur bulgarët e sodit, po janë kanë qenë në territorin e Rusisë në atë zaman. Dhe pa me këtu ndodhi dështimi i tatarëve që ndodhia me bulgarët boni që të humbje Rusinë, Gjorgjian, Ermenian, Çeçenin, Dagestanin, Azerbajxhanin, edhe një pjesë të Iranit. Dhe thotë kjo i hutoi tatarët. Por muslimanët e shkrihet në atë zaman, çfarë roli i kanë luajt? E këtu tregohet se për fat të keq që muslimanët nuk e kanë luajt rolin e duhur. Në momentin kur ju ka ndodhur fatkeqësia tatarëve, humbja territorit të gjanë, këto në vend ta shfrytëzojnë rastin që të përgatiten. Kjo ka një dhurat prej Allahut, prej qiellit, që mi thonë, o ju musliman, këto tash humbën. Këto humbën territor të madh, këto janë të hutum. Ju çka jeni duke prit? Nuk e luajnë këtë rol që të përgatiten, se tatarët nuk e mëshirojshin as musliman pas krishterët e Gjorgjisë. Të çka bajnë? Se si zakon kanë pas lufta mes muslimanëve të Gjorgjisë dhe mes muslimanëve dhe krishterëve të Gjorgjisë. Çka bajnë? Ja u kthejnë shpatat krishterëve të Gjorgjisë. Thuaj se kjo ishte kjo periudhë një lloj armpushimi jo zyrtar mes muslimanëve edhe mes krishterëve të Gjorgjisë. Pse? Se tatarët i patën kap këtë përpara. E atër çka bën? Këto janë duke u mbrojtur prej tatarëve, musliman, po edhe krishterët. Këto momentin kur humbin tatarët, to i drejtojnë shpatat musliman drejt krishterëve të Gjorgjisë dhe ndodh një fatkeqësi e madhe, një humbje e madhe edhe të krishterët, edhe të muslimanët, derisa bien në pajtim mbrëmtën herë që të ndalin armpushimin edhe mos të ketë luftë mes muslimanëve dhe krishterëve të Gjorgjisë. Kjo ishte e para. Gjatë kësaj periudhe që humbin balansin pak tatarët, paraqitet Ghiathuddin. Ghiathuddin është vllai i Xhelaluddinit Muhammed el-Khawarizmit. Ju kujtohet ai mbreti i parë? Se këtë periudhë humbja e tatarëve, humbja e territorit, del në Majdan djali i Muhamedit, vllai Xhelaluddinit që hiki Xhelaluddinin në Indi. E ki gjatë kësaj periudhe e shfrytëzon rastin, të bën ushtar, e drejton safin dhe fillon minjëherë merr këtë Iranin. Njerëzit luftës. Dhe derisa hin me një pjesë të Pakistanit dhe e merr. Në këtë kufi janë kanë me tatarët. Por tatarët hutum janë. E ki duke pregadit shtetin, duke themelu shtetin, kurse Khalifja i Abbasinëve në Bagdad, kur e merr vesh se Ghiathuddini ka marr Iranin, ka marr një pjesë të Pakistanit, edhe ki minjer aktivizohet, subhanallah, në vend që ajo pe krahin që është duke themelu një shtet i ri, ki aktivizohet
dhe i kujtohet për çarjet që i kanë pas para sa vite me babën e tyre, edhe fillon që të friksohet që mos ja merr pushtetin. Allah i na ruajt. Në vend se kime e mendue që tash mes Bagdatit, halifetit të muslimanve, të Abbasinëve, edhe tatarve, kush është? Ghiathuddini, ki vend të shfrytëzoje që i ka dalë një mur për para, që mos ta sulmojnë tatarët shtetin e muslimanve, të Abbasinëve, ki çka bën? Ki shpall luftë Ghiathuddinit. Allah i na ruajt. Pse? Se ki halife që jo konë në këtë periudhë, konsiderot që së konë halife hiç i mirë. As i luftës së konë, as i ekonomisë, kohën e ti e ka qunë gjëti, muzikë, knatësi, lodhje, tatime popullatës, i ka mitë krejt. E ka prue shtetin me një gjendje të mjerueshme. Fukarallëk, ngritja e çmimeve, fatkeqësi e madhe. Çka ban ki? E kujtohet Khalifës të Abbasinëve se në ushtrin e Ghiathuddinit është një lloj komandanti, ajo është daja e Ghiathuddinit. Edhe ki i shkruan Tinza i thot, nëse ti e vret, nëse ti ja merr shtetin nipit tant, djalit motrës, ka me të bën mbret. Ti komandantit që jo kon komandant ushtarak, edhe i shkath, i mboshon në mote, aftësi ushtarake, forcë, kreti ka pas. E thot, si të arishti, ti bojsh grushtet gjallit motrës tante, një pitant, thot, unë ti të bëjmë mbret. Unë thot, ka me të ndimue materialisht, me pare, ka me të ndimu me njerëzi, ka me të ushtar, edhe ka me të dhon ideja. Ki komandanti, daja i Ghiathuddinit, u kam bashtrua vlla. Pushtet po, pare po, ideja po, mbrapa tri dikush. Çka ban? I rebelohet komandantit, nipit vet. Pin komandant rebelohet. Derisa bjen lufta mes dajës dhe nipit. Derisa përleshet forta humbin musliman, derë dhe gjaku, derisa tërhiqet ki prej ushtrisë dhe dhe hikën të khalifja i muslimanve që jo konë të Abbasinëve. A e kuptuat? Çfarë rreziki? Do thot, para mendo, u konë komandon të mirë, u konë luftat e të përpara, veç ki drejt që i piknejna, i ka thonë, unë t'ja pushtar, unë t'ja ideja, unë t'ja pare, ti vetëm hec përpara. Nëse ndalet njeri, ku në thë, a thu ka kësi njerëzja? Po që? Historia të rënë ka pas? Janë edhe dëkete, tëri në kiamet, Allah i na ruajt. Paramendojni çfarë rolin vend se me e përkra, vend se me e bon një forcë të madhe ta vend një mur të halifeti muslimanëve që mos vinë tatarët, ki tentoni ka shti fit në mbrenda, paramendo, një pedaj. A kupton të nësi thonë shqiptarët? Daja për nipin qëtë pushk, vallai që bëshet qëtë pushk, ka më të kundërtën. A kupton? Mi ja marr pushtetin, Allah i na ruajt. Kjo e dita. E treta ndodhi që ndodh, edhe e çuditshme, është një ndodhi që thot Ibn Ethiri rahimullah në librin e tij, ndodh një ndodhi që mendja s'ta mban. E çuditshme. Edhe nuk ka sikur kjo ndodhi. Cila ndodhi? Pas luftës që ka ndodhur me muslimanat, e cekë më herët, edhe krishterët e Gjorgjisë hupin mbretin, edhe ata e zgjedhin për me kon udhëhecse e mbretërisë të Gjorgjisë një grue, Femën. Por kjo gruaja beqare, pa burr. Dhe të partë e Gjorgjisë kanë thënë s'mundet kështu, patjetër me pas një grue ta udhëheqë një burr. Edhe ato e motivojnë që kjo të martohet, ta gjejnë një burr, por atë burrin ta gjejnë burr të mirë, që me mbajt pushtetin. Por këto nuk kanë mujt me gjetë një shtëpi të ndershme dhe të mirë që me pas një burr kjo. Dëgjon një mbret, Mughithuddin e ka pas emrin. A kanë prej mbretëve Sulxhukëve, muslimanëve, a kanë mbret i Anadollit, do thot i Turkisë të sodme. Para mendoni, këtë Anadol, këtë Turkinë e sodme. Ki kur dëgjon, ki Mughithuddin, a dini çka do thot Mughithuddin?
Mughith din do thot ndihmues i fesë. A mund ki përkundrazi, shkatrues i fesë, ndihmues i krishterëve. Shikoni sa interesant no. Ki kur dëgjon që krishterët e Gjorgjisë kërkojnë një burr për mbretëreshën e tyre, ki ja ofron thot djali jem i madh, ja u lip dorën e mbretëreshës. Mbretëresha do të çka? Një musliman të martoje mu, edhe ta sundoje teritorin ton, kjo s'bon asnjëherë. S'ndodh kur kjo. Ki thot jo, thot djali jem ka mu bë shka, Allah na ruajt. Djali jem ka me ndru fejen, ka mu bë krishter, edhe tona mu martu, e thot në këtë kusht po, e ndron fejen djali këti mbretit, dhe bëhet krishter, dhe shkon martohet Gjorgjin, dhe e sundojnë Gjorgjin. Zene se dhe jo Gjorgjin, këtë dunjojnë dhe ta sundojsh, nëse bëhet shka. Masandet shka. Masandet shka, dhe jetojsh këtu në dunjoj jo, dhe vdesh. Ku kemi shku në Gjehenem? Që? Hajde që e ke ndru fejen, ku që kemi bo? Këtë dunjojnë sundoje. Prap Gjehenemi ka me të kap, Allah i na ruaj. Para mendojni, vjen kjo kërkes prej një mbretit të Anadollit. Zvjen prej një robit, prej një të doptit. Çka duhet ti kur e ke gjithë atë pushtet? Çka të duhet ti që ke vajza të bukura dhe të mira sa duhesh në atë territor? Cilët që kishe lip vajzën për djalin tënd ta kish dhënë? Amën me ardh kjo në çmim, me ndru fejen për një grua, wallahi me të vërtetë ndodhje e çuditshme. E Allahu subhanahu wa ta'ala thot, fa innaha la ta'mal al-absaru, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Thot nuk ka që janë vërbruar syt, por janë vërbruar zamrat të cilët janë në gjoksin e njerëzive. Kur çarron sytë e zamrës, mbaron çdo sen. A dini sa i shkon kjo o vëllezër? Ki vdes në kufër edhe në burgin e krishterëve të Gjorgjisë. Rebelohen, hidhron krishterët, e arrestojnë burin e kësaj mbretëreshe, djalin e këtij mbretit, dhe e fusën në burgat, dhe ai vdes disa muj pasi që e merr atë pushtet, si mbret në atë pushtet, edhe vdes rujna Zot në kufër, la hawla wala quwata illa billah. Çka e sjelli dobi këti? Disa muj vetëm pushtet, e ndroi fejen për pushtet. Allah i na ruaj. Allah na zbukuroft imanin zemrat tona. Sa për çka i ka bë pushteti? Për një pushtet e kalon fejen e Allahut subhanahu wa taala. Vetëm e tregu që unë bona dikush, Allah i na ruaj. Ndodhia e katër që ndodh muslimanëve në këtë periudhë, paraqitja e karkalecave, e skërçekave. Që ja kanë hongër bimët, ja kanë prish çdo send. Nëse në këtë periudhë çështja ekonomike u kon viran, çështja ushtarake viran, çështja politike viran, çështja e moralit viran. Allahu subhanahu wa taala ja ka thua edhe skërçekat që qaon edhe bimët edhe krejt, që vetë që ape muslimanëve men, apo ktheheni te Allah apo jo, çka keni punë. Para mendon gjithë këto kanë dalë në Irak, nga dishën arabik, Diyarbakir, në Sham e në Persi. E Allahu subhanahu wa ta'ala thot Kur'an, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatun minas samai wal ardi walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nëse banorët e qytetave dhe fshatrave i kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, ne do t'ja çelna bereqetin e qiellit, dëshlemshi, dhe bereqetin e tokës, që toka që se bereqet me bollok. Thot walakin kadhabu, por këto i mohuan pejgambert Allahut. Nuk i besuan pejgambert Allahut. Akhadnahum bima kanu yaksibun. Ne i kena dënuar për shkak veprat që i kanë bërë ato. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an që me tregu se paraqitja e skërçekave, e karkalecave, do thot kjo, do thot është dënim pionës të Allahut. Allahu subhanahu wa taala thot fa arsalna alehim tufana wal jarada. Thot ne atyri ja këna çu ujin, vërshimën, u algjarat dhe skërçekat. Vetëm kaç? Jo, thot, wal qumula wad dafadiya wad dam ayat mufassilat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Vetëm këto jo, thot, edhe ujin, edhe skërçekën,
edhe morrat, edhe bretkosat, edhe gjakin. Ajat, argumentet qarta. Pse? Fastakbaru, je bën me ndëndoj, se janë konë popull kriminal. Allahu subhanahu wa ta'ala ka të reguar që ja ka që skërqekat, ujti të prish ketë. Apo, skërqekat e ka hangur këtë bimën. Tjetër, morrat, që e në njerin e prishin, po edhe hajvanin, edhe bimën. Tjetër, edhe gjakin, edhe bretkosat ju ka një në për shpia. Na për enë, na për ushqim. Gjaku, uju ka përzi me gjak. Këto krejt argumenti ja ka që Allahu subhanahu wa ta'ala që njerëzit të vetëdijson dhe të kthejnë. Për këtë njerëzit nëse shonë se paraqiten skërqekat, paraqitet fukarallëki, paraqitet varfërllëki, paraqitet ngritja e çmimeve, paraqitet do thotë mungesa e bimëve, paraqitet do thotë krizë ekonomike, dije se këtu gjunohet janë afër. Do thotë ka diçka. Nëse nuk kthejnë njerëzit te Allahu subhanahu wa ta'ala, do të vjen dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala, për këtë na ka treguar që ne duhet pendohemi te Allahu nëse dojna të jena të mirë. E gjatë kësaj periudhës, Ghiathuddini, pasi që e merr këtë territor gjithë, del dhe rebelot një komandant tjetër i cili e ka pas emrin Sa'duddin. Paramendojnë pushteti çka të ban. Dhe derisa bën pajtim që pushtetin ta dajnë përgjysë. Së problem. Do të më vra, do të më mit. Vetë thotë që qenë një forcë kundër tatarëve, çka ban? Jo përgjysë. E tatarë gjatë kësaj periudhe i nisin 3000 ushtarë dhe fillojnë me vra, me prej, aman, çka të mrin përpara. A musliman gjatë kësaj periudhës, gjatë humbjes, vend vetëdijsohen, vend të afrohen, por për fat keq, kur të bjerë niveli i imanit, kur të rritët dunjoja në sitë tonë, kur edukimi është nivelin e ullët, atër pa tjetër me ndodhë që kjo fatkeqësi që ndodhë. Pa tjetër. Pse? Se ti Allah nuk jetë nushtru Allah subhanahu wa ta'ala. Si të tuj është dunjoja, nuk është gjeneti Allah subhanahu wa ta'ala. Gjatë kësaj periudhe, paraqitet, do thot, edhe Gjelaluddini, vllai i kujt? Ghiathuddinit, kthehet prej Indijes. Sa tham që ka ikë në Indi, ma herët. E tash e shet që tatarët jënë hutue, ki e shfrytëzon rastin. Në Indi, me mbretnit e Indis muslimanve, si ka pas raportet e mira. Edhe aqesën kanë gjetë rahati. Çka ban? Mbret ka kon, djali mbretit, don ta kthejë mbretrin. Edhe del dhe paraqitet dhe shfaqet më njëherë. Kur shfaqet më njëherë, e shet që vllavi i tij ka marrë, do thot, pushtet, territor. Dhe çka ka? E ka Sa'duddinin, shok të vetin. Komandant. Çka bën? I shkruan letër dhe e rebelon kundër vllajt vet. A kuptohet? Kundër vllajt vet veç ta marrë pushtetin. Vetëm të botë i fortë. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa ta'ala s'u ka dhënë bereqet. Se qëllimi është kanë kush të marrë pushtet. Qëllimi është kanë kush të ecje përpara. Dhe ki fillon paraqitet dhe ec përpara se ka pas aftësi luftarake Gjelaluddini. Dhe fillon më njëherë tenton që t'i afrohet halifetit kujt? Tabasinve. Sa to që ti kanë marrë spoj. I notin. Dhe fillon Basrën që e rrethon dysa muj, zguxon s'e çel. Fillon tenton ta çelë Bagdadin, ta thën s'e çel. Gjatë kësaj periudhe, kur e shën Nasiruddin, halifi Abasinëve, që Gjelaluddini ja ka vu syt halifetit Abasinëve, ç'a ban? Kërkon ndihmë prej tatarëve. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Paramendojni. Që ato tatarë që dëshin ta marrën halifetin Abasinëve, shtash ki kërkon ndihmë prej atyne vetëm ta luftojnë Gjelaluddinin. Pse? Se s'ka dash që jese nën komandën e Gjelaluddinit, ka dash të vdesë nën komandën e tatarëve, jo të një muslimanit. Edhe pse ki nuk ka pas terezi ta luftojë halifetin muslimanëve. Edhe ki gabime ka pas. Për njëjtën kohë edhe ki gabime ka pas për shkak çish kërkon tipin një armikut ndihmë kundër vllajt tan. Allah na ruaj. Por tatat a janë përgjigj? Nuk janë përgjigj. Në atë periudhë pse? Se ata ka pas luftë edhe me Gjelaluddinin, edhe me Ghiathuddinin, do të s'ka mujt. Edhe ata nuk ju përgjigj ftesës
por ushtria e Xhelaluddinit ka pas një cilësi shumë keqe. Se rregullisht kanë luftu me tatarët, pastaj në çdo vend muslimanëve kur kanë hije kanë bërë si kanë bërë tatarët. Kanë vjedh mallin, kanë vra, kanë marrë gra, kanë vra xhak, s'u ka interesu njësoj, sikurse tabiatin e kanë marrë prej tatarëve. Ku kanë nis kanë mëshilu kërkan. Edhe nëse janë kanë vendet e muslimanëve, Allah na ruaj. Kjo do thot, pas kësaj nuk shkon pak kohë, do thot vdes Khalifja i muslimanëve në Bagdad. Pasi që vdes Khalifja i muslimanëve, don Allah subhanahu wa taala që të bëhet krijetar Khalifi i muslimanëve, djali i Khalifës. Por ki e kundërt e babës vet. Baba vet kërkon diçka, mashallah te barakallah, musliman i mirë. I devotshëm, i drejt. Baba vet këtë këqijat, ki e kundërta. Thot Ibn Athiri rahimullah, thot jam tut që çki halifet nuk ka me zgat shumë. Pse? Ka thonë, kujdi, për shkak se popli janë kënd poshtër. Popli janë kënd këqi, e kam pa që se meritojnë këtë halife. Allah i na ruajt. Për çat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si t'jeni ju, çashtu kam jarti pari juve. Nëse jeni të mirë, i mirë, nëse jeni të këqi, të këqi. E donë Allah subhanahu wa ta'ala kthehet i nxjerr njerëzit prej burgjeve, si bot halife ki. Çka i kanë mshel bigajri hak i çet pi burgjit. Ja hek tatimet. I detyron të zripin çmimet. Fillon sadakaj të hypët fukarave. Do të për pak kohë ndryshon ambienti i halifetit Abbasinëve. A dini për sa kohë vëllezër? Pas 9 muaj e kindron jetë. Do thot vërtetohet fjala i Ibn Athirit që ka thënë vallai se meritojnë, s'besoj që të zgjasë ki halifeti këtij. Pse? Se populli nuk janë që e meritojnë këtë jesë. Do thot se si zakon njerëzit e këqij nuk i kanë qef njerëzit e mirë. Njerëzit e drejtë. Pse? Se tutet se tona do të vjen drejtësia dhe do hupjaj. Nuk ka mundësi, a kupton, që ai të vazhdon në padrejtësi edhe në zullum. Në vitin 624 të hijretit vdes Xhenkis Khani. Pas kësaj, ndron jetë Xhenkis Khani 72 vjet, që bën zullumin e madh. Pas kësaj, pushon lufta një periudhë. Edhe zgjedhin tatart një çfarë komandanti tjetër vend Xhenkis Khanit. Muslimanët e shkret, do thot, i vend të përgatitin terrenin, kanë menduar se tatarët e kanë mshel këtë kapitull. Tatarët vetëm se kanë bë plan si të nisin. Kanë të heshtur 3 vjet. Këto gjunohet e shkret musliman, tu e vraket, tu e më të tu mja marë terrenin ket, tu mund më bë minister ki, tu garin më bë khalife ki, tu marë këto, ato tatarë 3 vjet tu hartu. Tu mendu se si të shfrytëzojnë rastin edhe si të luftojnë musliman. A musliman për fat keq në këtë periudhë ndodhen në një musibet tjetër. A dini cilë musibet ndodh? 626 të hijretit të bohen komandantat udhëhecët e Shamit dhe ja dërzojnë Bejtul Maqdis krishterëve. Mesjidul Aqsa. Qatë që i ka çliru Salahuddin Ejubi, bas 40 vetëve, ja dërzojnë krishterëve. Që e mirë një. E dini pse? Kush e di? Pse e kanë bo që ketë? Vetëm t'i liftojnë vëllezërit e tyre që janë në Egjipt. Jo kanë dërzue Mesjidul Aqsa që krishterët t'ju ndemojnë këtive të Shamit t'i luftojnë muslimanët e Egjiptit. Allah i na ruajt. A kuptuat? Do thot kur ai lufton kundër teje mbas shpindës tënde, s'ka fituare. S'ka mundësi. 40 vjet, mbas 40 vjet më ja dërzua, në pjat. Çka? Ma ndihmo ta vroj vëllain tem. Allah i na ruajt. Allah i na ruajt vëllezër pas fuqisë të bosh i dopt, pas krenarisë të bosh i ult. Po prej ka do të vinje fitore Allahut. Allah subhanahu wa taala thot in yansurkum Allah fala ghalib lakum. Nëse juve ju ndihmon Allah, s'ka kush që ju mundon juve. Nëse Allah hek dorë prej jush, nuk ka kush që mund t'ju ndihmon. E Allah nuk i ndihmon një popullit i cili e vret vllajën e vet.
Nuk i ndihmon një popullit I cili e tradhton vllajën e vet. Nuk i ndihmon një popullit I cili shkel normat e dinit Allahut. Se ti me nejt me shkaun në saf kundër vllavit tënd, kjo është shkelja parimeve fetare, ku Allah subhanahu wa taala ta ka ndalue. Për këtë, do thot besimtarët duhet ndalen të marrën mësim prej të kaluar prej historisë. Pasi që zgjedhet komandanti I ri I tatarëve, edhe ki merr një vendim që mos të luftohet halifeti I muslimanëve. A dini pse? Për 3 arsye. E para, ka thonë se Bagdati është I rrethum dhe I sigurt. Ka këtë antë. Nuk ban neje të him në një vend ku është shumë I sigurt. E dyta, ka thonë mos t'i provokojmë muslimanët. Se nëse I mshojna halifetit të muslimanëve kokës, atër do qonë e në muslimën të Shamit, e në të Egjiptit, e në çdo vend. Po çka me bo, mshoj dikun ka bishti. Sa e të s'ka gajle. E ka thonë, për këtë arsye zgudzojmë ti provokojmë muslimanët. Edhe e treta, ka thonë këtë për me e marë halifetin musliman Bagdad, du talon fund të herë. Kur t'i dopsojmë krejt për rreth, to na I mshem atit madhit. Se s'ka mu kush I dimon, s'ka mu vullnet të njerëzit. Për këtë arsye, njeriu nuk ban t'i nënvlerësoje edhe ushtarin më të ulët, edhe muslimonin më të ulët, se si cili ta ndihmon me diçka. Se kësaj I përngjan një ndërtesës. Kini pa kjo ndërtesa ka stupa, ka beton, ka hekër, por mbasi vët betoni, hekri, betoni, to na ka një çfarë lloji e lime, një çfarë lloji uji I linë në këto stupat, apo? Po pas asaj ka një çfarë lloji materiali tjetër, pastaj ka një çfarë lloji mallteri, po pastaj ka një çfarë lloji lepaki, pastaj ka një çfarë lloji mbrezhe, pastaj ka një çfarë lloji klimje. Krejt këto e luajnë rolin e vet. Se mos më pas që to fasadën shumë shpejt më njerë paraqitet sende, dukuri që prishet dhe shumë më shpejt prishet. Po që kjo fasada është që e ruan këtë ndërtesë të madhe. E ruan prej shivit, prej erës, prej shumë gjonave. Edhe të muslimanët, do thot o dashi ta kenë parasysh, to që kanë dash krejt fasadat I hekën herë, pastaj kur tjesën vetëm ai temeli, atër më imshue se makullajn I sheh ku janë stupat dhe ku janë do thot ku është hekuri. Pas kësaj, fillojnë tatarët më njëherë që të luftojnë dhe të ballafaqohen bas 3 viteve me Xhelaludinin. Se kanë mllefin e parë, Kabulit edhe Gaznës. Ju kujtohet herën e parë që I kanë humbë shumë? E këto du të qesën qatë mlef. E para, ballafaqimi I parë tatarëve, pas pushimit, pas zgjedhjes së komandantit të ri, të parit të tatarëve, ballafaqohen me çka? Me ushtrinë e Xhelaludinit, edhe këtu humb ushtria e Xhelaludinit. Dhe tërhiqet Xhelaludini, e merr arin me veti dhe altanin dhe ikën dhe largohet. Dhe me gjithë ushtrin, ushtria veç shpartallohet, ki merr çka ka ari dhe ikën dhe shkon në pjesë të Irakut. Dhe ecën e shën një plak, një njeri, një katonar, qurt. E zatek. Dhe I thot, kush je ti? Pamin kur e ka pa Xhelaludinit u ka çudit, se plot altan o vlla. Ki ka deshtatutja ata, ka thonë unë jam halifja, komandanti, mbreti I Khawarzimive. Xhelaludini, ati ja. Po, hajde bujron, hajde në konak. Ki, katonari, qurt. Eshtin shpi, I qet me hangër, I qet me pije, jam bush barki njërë, kisi ka ikë për ushtrisë me alton, me qamet, vetë shpirtin e vetë me shpëtue. Edhe I lodhët, barkin plot, kur e ke barkin plot, çka të ndodh? Të vjen gjumi. Edhe kia fut gjum, ki kur ja fut gjum fejl, shkon ki katonari me supatja pret kryen. Ti mshon supat. Pum! Ja pret kryen, e merr kryen dhe ja të shon Ashraful Adil. Ashraful Adil o shkon një komandant që kanë luftue
me ushtrinë e Xhelaludinit. I thot që koka e Xhelaludinit, kjo është hakmarrja jeme se Xhelaludini ma ka vrarë vllajin. A kuptuat? Kur i ka thonë jam Xhelaludini, ka thënë, merë dhe ndorë ti, ka dalë ta mbushi borgen, ta shkurtoj kryen. Qështu ka mbaruki. Vend vdese si shahid në front atje me tatartë, dhe del para Allahut, arom misku, ngjyra gjirgjaku, i merë 70 antar prej familjes xhenet, nuk dënohet në varë, qka? Hikën me altonin e vetë, dhe shkon dhe bje, do të dorën e kasapit, i shkurtohet krija me sopat në gjumë, si tucat, Allah i na ruajt. A pe shifni më zullumi që ka të bënë, për këtë Allah subhanahu wa ta'ala e len zullumqarin, vetë si haron kur. Sa Allah thot, inna akhdhahu alimun shadid, thot e marë kur të merë Allahu, është e fort dhe e dhimshme. Ata kish mundu ti mendja dhe njëherë një mbret, me ushtar, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, dhvije një plak, një katunar me supatja prej e kryen. A kishe mendu një krijetarit një shtetit madh? Asë njëherë. A më në shetë sheka si Allah subhanahu wa ta'ala. Fundi të jetë i keq, që me konë sim për gjithë ata të cilët duan me bo zullum, Allah i na ruajt. Pas kësaj, normal, mbaron Xhelaludini dhe tatarët fillojnë rregullisht të marrën territorët e veta dhe bëjnë një lloj armpushimi një periudhë. Por, a thu që kjo do t'je se katë, çka bën muslimant? Muslimant vazhdojnë njësoj. Sy intereson çka janë të bëjë ata. As që të përgatiten, as që të ecin përpara. Su ka interesu kjo. Rrafshe kanë pas. Për fat keq. Ajo e cila i ka bëu muslimant që të humbin, ushtria gjithë këtë territori i gjanë i muslimanëve, që pranë ballë ushtrisë të tatarëve janë konë 5 sende kryesore. Që musliman, gjithë këtë territor i gjanë dhe i gjatë, me hub para ushtrisë të tatarëve, konë e para është konë dashnia e dunjojës në zemrat të muslimanëve. I ka kap dunjoja, kretë në zemrën, s'ka pas vend të ahiretit. E dyta, urrejtja dhe armiqësia mes fiseve ndaj muslimanëve. E treta, si janë përgatit do të thotë në aspektin ushtarak dhe material dhe as edukim, as gjanë. Rrafsh. Se kanë menduar që një ditë mund të armiku të cëlmoje. Hiç, s'ju ka interesuar asnjë sen. E katërta, aspektin material e kanë lënë onash. As që kanë pas vizion të qartë. As që kanë pas strategji politike, as që kanë pas njerëz të cilë kanë mendu, kanë si të t'ja bojmë ne, qish dhe hecmi, si të rrim teritorin tonë. As pak s'ju ka interesu kjo. Dhe e fund të ashkon fanatizmi i cilin e kanë shti mes kabileve dhe fiseve. Nacionalizmin. Kur t'je nacionalizmi, mbaron çdo sen. Paramendojni, një smuje për këtive smujeve, nëse paraqiten shoqëri, s'ka mundësia e shoqëri të ecë përpara. Mos flasna nëse të paraqiten tut pesë elementet, 5 smundjet. Paramendon çfarë drejgje të tjesh. Për këtë lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na vetdison se historia përsëritet, do të vesh figura ndrojnë. E kjo është që mësim o Lazar që neje të marmi mësim se Allah subhanahu wa ta'ala rafeti o Muhammed rafimet se ata janë që të japën mësim për kanë, për ata që kanë mend, për ata që din të mendojnë. A thot tatarët të ta ndalin këtu? Ja, asesi. Cili do të jetë sulmi i arshëm i tatarëve pas pushimit që e bën. Dhe cila do të jetë kundërpërgjigja e botës islame, gjithë ai territori muslimanëve, dhe musliman, a do të mendojnë ta çlirojnë Bagdadin apo jo? Edhe si do të jese qëndrimi i krishterëve të Evropës ndaj masakrave të tatarëve? Çfarë qëndrimi kanë me marr krishterët e Evropës ndaj masakrave të tatarëve? Çka janë ti bën? E dëshom inshallah me lejen Allah subhanahu wa taala si jemi gjallë në ligjëratat e ardhshme, lut Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona. Lut Allah subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej atyre që kujdesmi, që të ruajmë vllazëllëkun, të ruajmë dinin e Allahut subhanahu wa taala, të ruajmë zemrat tona, të ruajmë dashninë mes nesh,
mes njëri tjetri, të mundohemi mos ta ofendojmë dhe të randojmë njërin tjetrin, që pastaj të lindje urrëtia, armiqësia, e të mbjen ummeti në këtë gjendje që është. Lut Allahu subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithëve në xhenetul firdaus. Allahu ju nderoj. Selamun alejkum.